Në një kohë kur tradita gojore shqiptare po zbehet përballë ritmeve të shpejta të jetës moderne, një vepër e re studimore vjen për të kujtuar e për të ruajtur urtin e brezave të mëparshëm. Është fjala për librin Meselet, Mahit dhe urtit e Rafshit të Dugaxhinit, trashëgimit e rrezikuara shpirtërore të Rafshit të Dugaxhinit të autorit Murteza Ozdautaj, botuar nga shtëpia botuese Fajikonica në Prishtinë. Autori sjell në vëmendje Meselet, Mahit dhe urtit, forma këto të vjetra të mendimit popullor, që dikur shërbenin si mënyra të mençura për të mësuar, për të këshilluar e për të ruajtur dinjitetin njerëzor nëpërmjet fjalës. Këto shprehje të thjeshta, por të ngarkuara me thellësi filozofike, janë dëshmi e një mënyre të menduarit që lindin në oda, në tubime burrash, në biseda të urta e në përditshmërinë e Rafshit të Dugaxhinit. Në to gjejmë humorin, ironin, por edhe drejtsin, moralin e maturin që karakterizonte njerëzit e kësaj treve. Në këtë kontekst, nëpërmjet këtij studimi, Ozdautaj paralajmëron për rrezikun e zhdukjes së trashëgimisë shpirtërore, që për shekuj kanë qenë pjesë e identitetit kulturor dhe moral të kësaj treve. Gradualisht, institucioni i odës së burrave në Dugaxhin dhe institucioni i plakut si entitet ata quaj kulturor, tek ne është në zhdukje e sipër. Do thotë, tashmë në Dugaxhin oda e burrave praktikisht nuk përdoret, ceremonitë familjare të ndryshme nuk organizohen në mënyrën se si janë organizuar dhe është edhe efekti biologjik, do thotë njerëzit e fundit që e kanë përdorur këtë lloj të komunikimit, këto lloj e krijimesh artistike po vdesin. Dhe në këtë situatë me lindi ideja që ata bëjnë këtë lloj përmbledhje në mënyrë që eventualisht për gjeneratat që vinë të ruhen si pasuri kulturore e atyre brezave. Libri në fjalë që ka dalë këto ditë është një përmbledhje e meseleve, mahive dhe urtive që kanë origjinën në Rafshin e Dugaxhinit. Është libri përbëhet nga 418 njësi të ndryshme, ku përfshihen mahi, ku përfshihen mesele dhe ndonjë pleqni ose urti që ka ndodhur në Rafshin e Dugaxhinit. E veçanta e librit është se të gjitha njësit janë të identifikuara me personazh, janë të identifikuara me autor, do thotë me njerëzit që i kanë përdorur ose i kanë krijuar për herë të parë, dhe kjo ndoshta është një nga veçantitë e librit në përgjithësi. Ky libër sjell një kontribut të çmuar në dokumentimin dhe studimin e kulturës gojore të Rafshit të Dugaxhinit. Autori përmbledh mjeshtrisht meselet, mahit dhe urtit popullore si forma të mendimit tradicional shqiptar që pasurojnë filozofinë e jetës, humorin dhe mençuritë e njeriut të thjeshtë. Qëllimi i autorit ishte të ruaj dhe të dokumentoj fjalën e urtë të Dugaxhinit, sepse ajo është pasuria më e çmuar shpirtërore që po rrezikon të humbas. Në çdo mahi, në çdo mesele, gjendet një mënyrë të menduarit që flet për moralin, dinjitetin dhe mençurinë e popullit ton, shprehet Ozdautaj. Meselet janë krijime t'i quaj artistike kontekstuale. Zakonisht janë krijuar në situata specifike që janë zhvilluar në jetën shoqërore të njerëzve. Zakonisht janë shprehje metaforike dhe alegorike të mendimeve të ndryshme të personave që i kanë krijuar ato. Zakonisht janë krijuar për ta paraqitur një problem social, një problem kulturor, një problem familjar, por duke e bardhur, duke e përdorur figura të ndryshme të cilat ja kanë mundësuar autorit që jo në mënyrë të drejtë ta shprehë mendimin dhe idenë e tij në lidhje me një problem ose me persona të caktuar ose me territore të caktuara e kështu me radhë. Është një
krijim që është përdorur shumë në odat e rrafshit të Dugaxhinit, është përdorur me një precizitet të jashtëzakonshëm, sepse përdorimi i tyre kërkon një mjeshtri të jashtëzakonshme në situatat e caktuara që janë janë krijuar në odat e Dugaxhinit. Bile nga porositë e pleqve, atyre që i kanë përdorur këto dhe kanë komunikuar me anë të këtyre elementeve komunikuese dhe krijimeve artistike, është se përdorimi i meselesë se don situatën e caktuar dhe i don personat e caktuar. Meseleja nuk është një krijim që mund ta përdorësh në çdo situatë, sepse mënyra se si ajo e transmeton mendimin, mënyra se si ajo e transmeton iden nuk është e zakonshme dhe i drejtohet një grupi të caktuar të njerëzve dhe situatave të caktuara të njerëzve. Nëse përdoret jashtë konteksteve, mund të jetë mund të shkaktoj ngasmim, fyrje dhe mund të krijojë situata problematike në mes njerëzve. Prandaj personat plest që i kanë përdorur këto, i kanë përdorur me një kujdes të jashtëzakonshëm. Ose kur ka dashur, kur ka qenë situata e tillë, janë përdorur edhe pa kujdes fare. Varësisht se cilin efekt psikologjik ka dashur ta arrijë përdoruesi i meseles, ose krijuesi i meseles. Vepra është vlerësuar larg nga studiuesit e fushës, të cilët e konsiderojnë një arkiv të gjallë të kulturës gojore shqiptare dhe një ndihmës për breza të rinj në kuptimin e rrënjëve shpirtërore të vendit. Meselet, mahit dhe urtit e rrafshit e Dugaxhinit, që ka prezentu, ka përmbledh dhe ka zbukur, i ka rëndit, i ka sistemu, i ka selektu dhe i ka lidh në këtë libër, janë për çdo lëvdat. Edhe meselet, edhe mahit, edhe urtit, edhe pleshnit janë krijime popullore, krijime të vjetra shekullore, që janë krijuar nga vetë populli, nga jeta e tyre, mënyra e jetesës, mënyra e komunikimit, mënyra e punës, mënyra e qëndresës e historisë sonë kombëtare, mënyra e arktimit. Të gjitha këto janë zhvillu ko pas kohë, brez pas brezi, tek ne shqiptarët, në këtë rast, në rrafshin e Dugaxhinit, e që kanë qenë pjesë pandashme e jetës, dhe që janë zhvillu dhe janë kultivu kryesisht në odat e burrave, në odat e musafirëve, që edhe shkencëtar të hershëm edhe njerëz me kompetencë, edhe shkencore dhe profesionale odën e burrave, si që njohim edhe odën e musafirëve, kanë vlerësuar si institucion i historisë, institucion i edukimit, arsimimit, po dhe institucion i drejtësisë, i kulturës, e tutje. Burrat në rastet e caktuara kur kanë qëndruar në oda, në rast të gëzimi, në rast të hidhrimi, edhe në raste tjera të nevojshme ose të rëndësishme për historinë tonë kombëtare, gjatë kohës së lirë ata edhe kanë thurë mahi, edhe kanë përdorur anekdota, po në raste të caktuara edhe me mesele kanë bisedu. Gjitha janë krijime popullore. Meselet janë ato krijime popullore në cilat nuk thuhet përfundimi i muhabetit, ose i mesazhit, ose i porosisë. Meselet folin rrotull, me rrotlla, tërthorazi, nënkuptohet biseda që pak kush edhe e kupton ndoshta. Zakonisht ta njerëz që i kanë përdorur meselet, kanë kriju pleqni, urti, anekdota, kanë qenë filozofë të kohës. Në faqet e librit, Osdauda jo vetëm që mbledh dhe dokumenton këtë pasuri, por e interpreton me ndjeshmëri shkencore dhe shpirtërore, duke vendosur në kontekstin e sotëm shoqëror. Ai paralajmëron për rrezikun e zhdukjes së kësaj kulture gojore.
e cila përbën një shtyllë të identitetit ton kombëtar. Me gjuhë të qartë dhe të ngrohtë, autorin afton të kuptojmë se humbja e urtësisë popullore është në fakt humbje kujtesës kolektive. Plisni. Plisnia është një formë e ndarjes së të drejtës, është një institucion juridik popullor dhe janë një 10-15 rastet të cilat janë tepër interesante për gjeneratat e tashme dhe gjeneratat që vinë, sepse mënyra se si është ndarë drejta ka qenë as precize, ka qenë në shumë raste kirurgjikale. Dhe kjo të bafason me mjeshtrinë e mënyrës se si është ndarë drejta dhe me korrektësinë, thuaja, qellore që plest e ka ndarë të drejtën. Janë raste shumë interesante të cilat mendoj se gjeneratat e ardhshme do t'i kenë si lloj pasurie për të ardhmen e tyre. Për shembull, edhe mjetet juridike që janë përdorur, po i quaj mjete juridike që janë përdorur nga plest, janë tepër interesante edhe për mënyrën se si sot e shiqojmë ndarjen e të drejtës. Janë gjëra shumë interesante të cilat nga njëherë të bëjnë të mendosh se ka ekzistuar një lloj kulture të cilës shpesh nuk ja dim vlerën, shpesh e zhvlerësojmë, shpesh e mohojmë, por që këto raste tregojnë se jeta e të parëve tonë ka pas një lloj organizimi shoqëror që nuk ka qenë shumë larg organizimeve tona moderne, por që është zhvilluar në kushte të varfërisë ekstreme ekonomike dhe të robërisë. Vlerësimet e profesorëve Kamber Kamberi, Besim Muhadri dhe Bekim Vishaj, të përfshirë në fund të librit, theksojnë rëndësinë shkencore dhe shpirtërore të veprës. Ajo shihet si një pasaport kulturore e popullit të urtë të Dugagjinit, një arkiv i gjallë i filozofisë e jetës shqiptare, që meriton të lexohet e të studiohet me respekt e kujdes. Po fal njerëzve të mirë si profesori Murteza, këtu po mesin dokumentet e shkruara, që njerëz me vullnet mirë, njerëz pasionant, po njerëz të studiuste, ndryshëm edhe jo vendor, edhe tuaj, kanë dorë material që mundën me u thirr tek e kaluara jonë. Edhe pse ka shumë raste që këtu mbijetojnë edhe jetojnë bashkë me ne ende. Ende jo në masën e caktuar ose në masën e dëshiruar si dikur, po mendoj që janë ende prezente, sepse profesori Murteza i ka mbi 400 raste ose mesele ose mahi që i ka përdorur këtu, e ndoshta i ka marrë mbi 500 intervistues ose më shumë intervistues, njerëz cilët i ka shfrytzuar me këto krijime popullore. Sepse me trashëgiminë kulturore që e trashëgojmë nga shekujt e kaluar, ne tregojmë kush ishim, nikosisht jemi më të fuqishëm sot dhe ndërtojmë të ardhmen edhe më lehtë. Botuar nga shtëpia botuese Fai Konica në Prishtinë, ky libër është më shumë se një përmbledhje thënjesh, është një akt dashurie ndaj kulturës popullore dhe një thirrje për ruajtjen e trashëgimisë shpirtërore shqiptare. Ai na kujton se mençuria e fjalës së thjeshtë, që dikur linte në oda e ndër rrugicat të fshatit në rrafshin e Dugagjinit, mbetet ende një dritë që mund të ndriçojë edhe ditët tona moderne.